një politikan i cili do të bëjë diçka determinante, të rëndësishme, të qëndësishme për fatin e jo vetëm të vetes së tij karrierës së tij politike, por edhe për fatin e partisë dhe njerëzve që e mbështesin të parti kaq të madhe, që është Partia Demokratike. Rrallë herë ndodh që një shans i dytë i jepet të trokasi në derë, i ndodhi për herë të parë në 9 shtator të 2021-shit. Të gjithë e dimë që tashmë ai shans na vjen mirë ose jo u doq, nuk u shfrytëzua, për arsye nga më të ndryshme, është një kompleksitet arsyesh. Së pari, zoti Basha zgjodhi që mos të luftonte deri në fund. Shumë njerëz e shikojnë mungesë kurajo ndaj zotit Berisha, shumë njerëz e shikojnë sikur kanë qenë mbase teori konspiracioni në një lojë të dyfisht me njëri tjetrin, në një marrëveshje. Disa e shikojnë edhe si të paaftë performancën dhe po themi ashtën politike të Bashës për të luftuar një politikan rase si Berisha. Unë si një njeri që kam qenë afër do ta quaja veten dhe bashkëpunëtor me zotin Basha gjatë këtyre, e shikoj në mënyrë pak më në një optik tjetër, më komplekse, për mua e vërteta ka shumë gjyra, nuk është kaq bardhëzi, nuk është kaq e thjeshtë, nuk mund të themi është i paaftë ose është trembur, është shumë e komplikuar sa kaq. Në analizën që unë kam bërë, se jam munduar t'i bëj zotit Basha në veprimet e tij dhe bisedat që kam bërë me të, konkluzioni është që zoti Basha ka pasur diçka primare në të gjithë, po themi, para dhomën e mendimit të tij, përpara se të ndërmendte një veprim, e cila që të shmangte, pra para premisa që ai lëvizte, ishte të shmangte luftën vrasëse në Partinë Demokratike. Ajo ka prevaluar përpara betejës me zotin Berisha. Pra, ai shpesh ka zgjedhur që të marrë shumë goditje mbi veten e tij, mbi imazhin e tij, ti absorboj ato goditje në kurriz me kosto personale, por mos t'i kundërpërgjigjet me kushtin që ose për sakrificën për të ruajtur homogjenin në Partinë Demokratike. Po kjo ishte diçka që ka qenë shumë e gabuar në gjykimin tim. Partia Demokratike nuk ka qenë asnjëherë një trup homogjen, jo më pas 9 shtatorit 2021-shit, se frykset që kanë qenë aty në atë parti kanë qenë grupe interesash të cilat nuk i bashkonte ideali, po i bashkonte thjesht një rrugtim dhe një dinamikin pushteti, që ishte 2005-2013 dhe nuk ishte asnjë gjë që i bashkonte bashkë, ishin idealisht shumë të ndryshëm. Dhe fakt tani që flasim kjo e tregoj koha që nuk është i bashkon diçka, nuk është i bashkon as doktrina e djathtë, as principet, as ideali, as koncepti për kutën, as koncepti për votuesin e djathtë në fundit. Shumë njerëz e shikojnë ndryshe ata votuesin, shumë e shikojnë si punëtor partie, disa e shikojnë si njerëz që kanë sakrifikuar. Është një amalgam këndvështrimesh, të cilat me njëra tjetër nuk është e konvergojnë. Dhe nuk është se ka për të pasur një Parti Demokratike të madhe, siç është menduar ajo, ka qenë një artific e mbajtur fort nga zoti Basha, zoti Berisha, por e cila ishte artific në fundit. Zoti Basha ka dashur ta mbajë gjallë atë artific në fakt. Kjo është gabimi i tij për mendimin tim. Pra, që atë artific të parti që nuk ishte ngjitur me idealizëm, por ishte ngjitur siç thash me interesa të ndryshme, tonin ta mbanin bashkë. Në fakt ajo parti që ka ardhur duke u rrudhur në elektorat, që nga 92-shi, ajo duhet të thyej, dhe duhet të hapej, të krijonte një dritare të re me elektoratin e djathtë, i cili çdo 4 vjeçar, çdo zgjedhje 4 vjeçare, pa e marrë ato vendoret, vinte duke u reduktuar, përveç një rasti që ishte rasti 2021, që ishte një rast unik, që pati një rekord në votash. Tashmë, zoti Basha me qenë luftën që nuk e bëri në 2021 periudhën kohore 2020 deri në 11 maj 2025-s. Baltën që mori në kurriz, përgjegjësinë për mosveprimin, se ai ka përgjegjësi për mosveprimin, nëse zoti Berisha është përgjegjës për veprimet e shëmtuara që ka bërë ndaj demokratëve me luftën e tij personale, egoiste për pushtet, zoti Basha është përgjegjës për mosveprimin, që ju nuk ju kundërpërgjigj asnjë zoti Berisha. Tashmë i vjen një troket në derë një rast i dytë, që është mbase edhe ajo shpreha popullore që i drejti zhytet, po nuk mbytet. Edhe ju ky tjetë rasti.
theksoni që e gjitha rrotullohet tek urdhri 20 janar. Në postimin tuaj ju shkruani që Basha ka pasi debat me Berishën dhe është larguar për Ministrinë e Brendshme, edhe ka dhënë urdhër që mos ketë asnjë policë armatosur dhe të mos qellohet asnjë protestues. Po, këto janë shumë informacione që unë kam, nuk është se janë, domethënë, në spektrin ose në pikpamjen e fakteve. Faktet duhet të certifikohen ose të vulosen si fakte në gjykat dhe nga prokuroria, dhe kjo është betejë që duhet të rrugtimi dhe betejë që duhet të bëjë zoti Basha. Por dosja e 20 janarit është hapur nga audio përgjimi i ri që ka depozituar zoti Artan Hoxha, gazetari investigativ, bashkë me familjarët, ku me diktofon është regjistruar komunikimet e brendshme të zinxhirit drejtues të Gardës me persona të pa identifikuar. Ajo që unë di, përsëris edhe një herë në pikpamjen e informacionit, jo e faktit, është që zoti Basha si ministri i brendshëm ka qenë në kryeministri, siç kanë qenë pamjet vizive të kamerave, kanë qenë në kryeministri në pjesën e parë të protestës. Dhe është larguar pas një debati me zotin Berisha, për arsye që nuk ka dashur të zbatoj, po themi, arketipin e politikanit që është zoti Berisha, ta zbatoj në terren, atë politikanin hakmarrës, despotik, atë politikanin me instikte shtypje ndaj qytetarëve, me instikte pushteti ekstrem, edhe që ka si instrument edhe shpesh edhe forcën, si instrument abuzues për të shtypur zërat kundra. Ai ka pasur një debat që nuk i qëndroi absolutisht kësaj linje, nuk jam unë i kësaj politike, madje e ka këshilluar disa herë që mos e bë, mos i qëndro instiktit tënd primitiv për hakmarrje, por qëndroi i ftohtë, gjë që është kundërshtuar nga zoti Berisha dhe nga njerëzit që kanë qenë afër atë ditë në zyrën e zotit Berisha. Dhe zoti Basha është larguar dhe ka shkuar drejt Ministrisë së Brendshme në zyrën e tij përpara se të ndodhin vrasjet dhe është informuar nga rrjeti drejtues i policisë për vrasjet në momentin që ka hyrë në zyrë. Një tjetër gjë që e fakton këtë është edhe drejtuesi i policisë përgjegjës për zinxhirin e sigurisë në kryeministri atë ditë, në 20 janar, zoti Shamsi Prençi, i cili e ka thënë fakt në media disa herë që ishte drejtuesi i sigurisë i policisë dhe i forcave shqiponja atë ditë për perimetrin e kryeministrisë dhe ka pasur urdhër që policia të jenë vetëm me radio dhe shkopa gome, që do ketë mundësi asnjë me armë zjarri në brez, dhe ka pasur urdhër që të ketë një tentativë maksimale për ta qetësuar dhe për ta kaluar, për ta lënë domethënë në protestë rutinë, në protestë